Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimet të nësi takojnë vetëm Allah subhanahu wa taala, sot aty po zhurmë të lavdëroj dhe të begoj dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të vëzhgjellë. Të më vëllezër, në jetën e tonë, për këtë azim ato vlerat që i kemi ose për ato mjeshtrit ose për këtë azim ato synimet e tona në jetë, shpesh janë disa karakteristika që lënë më nënkuptua je fillestar apo je që ja ki mordorën e sakmune. Saksisht edhe nëpërmjet interesimit për shembull që ti e shfaq nëpërmjet pyetjes ose nëpërmjet investimit tënd kështu me radhë, interesimi tregon se në shkallë të vlerës je. Për arsye për shembull, për formave se si ti do me kallëzu se i takon i vlerës, interesohesh më shumë për komunitetin asaj vlere. Ose për shembull, je shumë interesuar për prurjet e fundit në atë vlerë. E që realisht ndoshta mundesh më interesuar për prurjen ma periferike, e që për atë i cili nuk është asaj vlerë, thotë pse po interesohesh bashkë çka detaje, po kur je domethënë shumë i dhënë dhe shumë i pasionuar dhe shumë i kapur në vlerë të caktuar, ti intereson edhe kjo. Për arsye për shembull ekzistojnë panajirët. Pse njerëzit shkojnë panajire? A shkojnë për herë të parë mu ballafaqu me librin ose për herë të parë mu ballafaqu me çat mall tregtar me cilin po do me hin treg, apo realisht ky vetë se ka përsy kogja shumë shkallë të perfeksionimit të asaj vlere, edhe vjen momenti që domethënë nuk do mi ik asnjë panajër i mallit vet ose asnjë panajër i librit, për arsye se ky vetë se është i vjetër domethënë në këtë vlerë. Shumë autor e kanë krahasuar Amazonin në disa aspekte edhe me panajirët. Domethënë, ti që je i librit edhe shkon panajire, panajiri është një moment i theksimit të interesimit tënd. Ose ti që fjalabia për shembull je afër me njerëz që mirë me një veprimtari të caktuar, do me theksu afërsinë me ta nëpërmjet domethënë këtyre eventeve. Edhe Ramazani domethënë mirët me këtë logjik, sepse zakonisht në panajire ofertat janë më të mirët. Zakonisht në panajire ofertat janë më të mirë. Domethënë ti i bë të gjitha në vitin, mirë po e prit që këtë periudhën kur e merr ofertën më të mirën. Mirë po edhe në panajir, ditët e fundit të panajirit janë me ofertat më të mira. Pse? A ka logjik domethënë njerëzit mjaulon bash ditët e fundit të panajirit me ofertën më të mirë, sepse zakonisht oferta më e mirë e ditëve të fundit të panajirit është pikërisht nga kjo arsye. Arsyeja e parë se veç kush e ka pas për një me kanë ide në fund panajirit. Veç kush shkon shumë interesuar kanë ide në ditët e fundit të panajirit. Edhe e dyta, ata të cilët për ndonjë arsye ose tjetër s'kan mujt më kon të ankohen panajir, bele kanë thonë bele herën e fundit ose ditën e fundit mos tumhikje, domethënë shanca. Për arsye ai i cili shet në për panajir ose ekspozon mallrat e tij nëpër panajire e kanë konsideruar që ky është e në ditët e fundit, ky po një me ka. Nuk ka thonë për shembull me që nuk isha prej ditëve të para, domethënë ty po krejt mallrat ose këtë librat e kështu me radhë, le krejt këtë punë. Jo se ky s'do mi hub. Se kjo është shumë i vetëdijshëm për vlerën e çatyre produkte ose vlerën e çatyre librave për cilët domethënë është bë domethënë panajiri. Ndaj vëllezër, çka ligjërat pas 3 ligjëratave të hoxhallarëve të nderuar, ligjëratës së Hoxhës Shpend, Hoxhës Vedat edhe Hoxhës Bejtullah, është një përpjekje për me bë një thirrje që më kriju si mendësi me nda Ramazanin në dyshe, në 20 ditën e parë dhe në 10 ditën e fundit. Edhe 20 ditën e parë me e pa në funksion të 10 ditët të fundit. Kur arsye njëri i cili për shembull gjatë 20 ditëve të para në çdo aspekt e trajton 20 ditën si përgatitje për 10 ditën, me 6 10 që i ka më qenë shumë më i frytshëm. Dhe jo ajo e cila domthonë shpesh domthonë për hapun që relaksohemi 20 ditën se tani përkushtohen 10 ditën e fundit. Kjo nuk ka shumë logjik. Dhe ndonjëherë ngjanat edhe pse mund të kenë logjik në momentet e tona realisht nuk ka në praktik. Njerëzit të cilët për shembull, njerëzit të cilët e shpërfillin taravin 20 ditën e parë, janë edhe më shpërfillës 10 ditën e fundit, ani pse pastaj mundohen me mbulu atë me idenë që po fajin namaz natë me xhamat. E që këtu është një vërejtje domethënë për xhamatet e tona për arsye që humbja e atij marifetit, humbja e atij renit, humbja e asaj disiplinës së taravive e ka bënë gjendje që ndoshta çaq shumë janë të lasdrum muslimanët duke u thirrur në lodhjen e agjerimit, duke u thirrur në mungesën e gjonave të cilat i mbajnë të këndjellur gjatë ditës e nuk i kanë shkaku i agjerimit të kështu me radhë. Këtë kjo pastaj bën që lasdrohen edhe llastohen gjatë natës, edhe veç kur është nata shumica kohës ka kaluar, pa u shfrytzu, ndërkaq që imagjinoni te selefi, na dëgjojmë transmetimet të cilat e bojnë të madhe atë kohën mes akşamit të yacis. Jo kohët e tjera, domethënë qysh, domethënë me të hik mes akşamit të yacis një kohë çaq shumë domethënë, pa e konsideruar domethënë që është mundësi
është mundësi domethënë me shfrytzuar çdo moment. Kështu që kisha pas dëshirë me bëni trajtesë fillimisht e që realisht kjo trajtesa çfarë sa është e kësaj ligjërate është edhe pjesa e asaj frymës së përgjithshme që kam dëshirë me mbjell tek vllazërit. Me mujt me dallue ndërtimin prej përkujtimit. Me mujt me dallu ndërtimin prej përkujtimit. Për shembull, më thon dikush, çish ligjërohet për 10 e fundit alo pa një Ramazani. Sepse ne na mësuam me përkujtu, domethënë nesër është 10, nesër fillon 10, kjo përkujtim. E ti që po do domethënë natën e Bajramit me trash kurbanin, domethënë i ki ka përcy plot Ramazana me çket mentalitet. Sepse kryesisht domethënë kjo minutë që me alarm bën gjonat, nuk bën me alarm gjonat. Domethënë ti ndoj edhe 10 alarma për mos gjumë mëngjes. Ti duhet mu bind që do të mos gjumë mëngjes. Ti mundesh minue 10 alarme për me shkum punë, ti duhet mu bind që do të më shkum punë. Bindja për punë është ndërtimi jot. Domethënë, njerëzit e bindun, njerëzit e ndërtuam, alarmet janë gjendje përjashtuese ose alarmet janë gjendje plotësuese. Alarmet edhe përkujtimet janë gjendje për me kthy në qendër. A më jo domethënë që ti çati ndresh qendrën. Për arsye domethënë në Ramazanet e tona të dështuara se na një ditë përpara mundom me kapën, me ka pazarin. Ajo pazari vonum. Ajo është pazar masi u shit malli më i mirë. Ajo është pazar masi ata më të mirë e kanë kryer atë far mallin e parë. Për arsye ne na shkojnë Ramazanet në këtë formë, sepse ne na kokfort me ne të budallallokujn. Domthonë na mendojmë se këtë dynja funksionon 15-12, nuk funksionon. Njerëz të suksesshëm nuk funksionojnë 15-12. Domthonë ti sot një javë para Ramazanit nis mu mor me 10 në fundit. Edhe me lenin Allah subhanahu wa taala pastaj ti vetëm kimë i spikat disa domethënie të cilat janë më domethënse ose tek ty janë më mbreslonse, edhe rrjedhimisht pastaj domthonë me pasën një Ramazan edhe një natë të kadrit edhe një 10 që domethënë më të shfryzuar. Po duam të thjeshtu çish i bëhet që kjo ndërtimi edhe domethënë përkujtimi. Për shembull, nata e kadrit është më e mirë se animi muaj, apo? Kjo është domethënë informat në mori informatash, dije në mori dijesh që ne kena ndërtuar mozaikun ton se shkon nata e kadrit. Ose ka në hadith kush privohet nga hajri i kësaj nate, ai është i privuar. E dimi edhe këtë informat. A është i qartë? Ose dimi edhe për shembull hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kush natën e kadrit e ngjall me domethënë me ibadet, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ati i falën mëkatet. Ktu nuk ka çesi dimi. Atëherë ku është defekti që ne mund dim, po nuk e krijojmë një realitet sikurse aty realiteti që e përshkruaj ti domethënë Hoxha Bejtullah domethënë në ligjëratën e tij. Unë besoj që shumica e kësaj është përkujtim. Nuk ka këtu ndërtim. Argumenti më të madh që ne nuk kena ndërtim, po e marr në sajt të një shembulli që besoj është konsensual për këtë neve. Cila është më e logjikshme ndër vëllezër? Me braktis haramin a me braktis halalin? Cila është më a priori në ndërtimin tënd si musliman? Ti kur ninon, hek dorë pi çkaj. Në sens, haja pija, shka është? Janë halal, domthon ti e bind se s'ka xherim pa hek dorë pi ushqimit edhe prej pijes. A në sens, haja dhe pija janë të lejuara. Imagjino domthon, këtu je bind se je ndërtuar mirë, se nuk bëhet ndryshe xhemi, vetë duke abstenu nga ngrënit të pirit dhe marrëdhëniet intime gjatë kësaj periudhe, që në parim i ki halal, apo? Këtu e ki kuptuar se domethënë në moment që agjeron s'ban me hongër, s'ban me pi. A në anën tjetër domethënë nuk e ki kuptuar që s'ka logjik me para me gjatë agjerimit. Gjasë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në vizon për hadithe që i përmeni Hoxha Bejtullah, hadithet që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush nuk e le fjalën e keqe, kush nuk e le sjelljen prej xahili, kush nuk e le domethënë sjelljen e pahishme, Allahu nuk ka pse ky ta agjeroj, apo se çka ka domethënë nevojë Allahu që ky ta agjeroj. Domethënë këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka do më ngre? Do më ngre që fjalë nuk kupton temën në bazë. Kupton temën në bazë, domethënë ti përdesa e ke kuptuar që s'bën me hongër me pi, po ti alo më e qartë për ty që ti s'bën mos sjell me sjellje të domethënë të xahilit. Ose domethënë hadithi që shënon Imam Ahmedi, Sheikh Shoaib thotë që hadithi është hasan për Abu Hurairah, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë rubba sa'imin hadhuhu min siyamihi al-ju' wal-'atash. Ka njerëz agjërues, domethënë ja emrin agjërues, nuk ja jep domethënë një emër tjetër, nuk thotë ky s'është agjërues. Thotë ka njerëz që janë agjërues dhe fati edhe nafaka dhe hisja e tij pi agjërimit aty shkon, veç rrënt. Ky veç hund ka nejt, kur gjos ka fituar pi këtij agjërimi. Thotë wa ruba qa'imin hadhuhu min qiyamihi as-sahr. Edhe ka njerëz që falën natën, krejt që kanë mujt me fitu për që ati namazit natës, u ka domethënë që kanë nejt pa gjumë. Ta shkini vëmendje, domethënë ky nuk ka defekt në dispozita, agjërimi në aspektin e rregullat kjo ka në vi. Edhe namazin e natës e ka në vi, po të mas e kish pas në vi se kish marrë emrin saim edhe qaim.
Po shkaku që ky nuk është ndërtu mirë, edhe kënena ka bë gjunohe, namazi edhe qiyami, edhe namazi natës edhe agjerimi i tij domthonë ka qenë i pavlefshëm. Hajde një shembull tjetër për të kuptuar që na kemi nevojë më shumë për ndërtim se sa për kujtim. Për shembull, çdo vit më shumë elhamdullah shtohet kultura dhe vedia e muslimanëve për ibadetin e itikafit. Ama çdo vit më shumë tregues të shumë na japin më në kuptuar që shumë muslimanë itikaf rrin qysh me telefon, me muhabet, edhe domethënë ndoshta edhe në një formë që ndoshta në përditshmëri nuk e bojnë. Ku këtu problemi? Problemi është që ky nuk e ka kuptuar thelbin e itikafit. Nuk e ka kuptuar thelb, ky ka pas gatishmëri me do kohën, ka pas gatishmëri me mbyll ndoshta edhe biznesin e tij. Ka pas shumë gatishmëri ka pas. Ama nuk ka pas gatishmëri një herë munal, më thonë, pse jam tu hin itikaf? A ban me ditë. Domthon pse unë duhet mu mshel. Ibn Qayyim rahimahullah thot wa shara'a lahum al-itikaf alladhi maqsuduhu wa ruhuhu uquf al-qalbi 'ala Allah ta'ala. Thot Allah xhela ka bëj itikafin, e ka prun këtë shariat itikafin që zemra mu veçu me Allahun. Zemra mu veçu me Allahun, thot wa jam'iyyatuhu alayhi, edhe këtë koncentrimi më kon për Allahun. Mund të kjo thelbi pse të jeni itikaf, nuk ka thelbi me pas vakt. Edhe pastaj do më merr telefon ose më nejtën në biseda të kota. Thot wal khalwatu bihi wal inqita' an ishtighal bil khalq. Edhe thot është mu vetmu me Allahun dhe mos me qenë i zën me njerëzit. Thelbi është mos më kon i zënt me njerëzit. Qysh mund është më kon i lirë për njerëzve nëse domethënë e kena hap portën nëpërmjet internetit, nëpërmjet jetës virtuale, nëpërmjet rrjeteve sociale që këtë botë më orë të na, ani pse na ndoshta jena domethënë në safin e parë. Në fund e përmendim Ibn Qayyim rahimullah. Thot fesiru unsuhu billahi badalan an unsihi bil khalq. Thot për qëllime pse do të merret në itikaf, është mu mësu robi çish i bë menet me Allahun. Mu mësu çish i bë menet me Allahun edhe me ndje haren e shoqërimit me Allahun subhanahu wa taala. Thot fa'udduhu bidhalika li unsihi bi yawm al wahshati fi al qubur hina la anisa la. E me çeket hare të shoqërimit me Allahun, mu bë gati për një ditë kur kimi kon shumë vet në varr. Mu bogati, kur ki mu koni vetmum në varë me të shoqënu që kjo hareja që ti ke nejti vetmum me Allahun, subhanahu wa ta'ala. Për asyje, në të ashtim, mumi për shembull i përmend hadithet e itikafit, mumi i përmend transmitimet, mumi i përmend selefi e kështu me radhë. Kjo kitë është për kujtim. Ndërtimi është për me hinë thelbin e filozofisë pse du të me bë. Për asyje, konsideroj që 10 që i fundit, për me mujtë më kuptu, du të më artë filozofia bazë. Ramazani për mujtë më shfryzu, du të më artë filozofia bazë. E që kjo filozofi shpesh, nuk o që po du me zhgënjë kërkan, shpesh është e dobët tek njerëzit të cilët nuk e lexojnë Kur'anin me meditim. Krahasoj hadithet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sigurisht e përmend Abdullah ibn Abbasi, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është bë më bujar teksa e ka përsërit Kur'anin me Xhibrilin alayhis salam. Çka lëmë në kuptu kjo? Kjo më lëmë në kuptu që kuptimet e Kur'anit ndryshojnë. Lëmë në kuptu që kuptimet edhe përjetimet e tua dhe reflektimet e tua në ajetë kuranore të bëjnë çfarë njëri. Për arsye na shpesh domethënë në Ramazan nuk kemi të tillë nga që fatkeqësisht domethënë kena fukarallëk kuptimesh, edhe në mungesë aty në kuptime domethënë nuk mundesh me bëhe koxha shumë domethënë ndërtim. Kam dëshirë sot me bëni një përpjekje të ndërtimit vetëm me 3 pika. Realisht kjo temë është më e gjatë, më për me rujtën do të thotë edhe çështjen e kohës, po edhe ndoshta me pas më të lehtë pas daljes për ligjëratës ose kur duhet për kujtimi pastaj. Sepse nëse na domi për kujtim, nëse domi para se më ndhëç me për kujtu, e dimi që janë kon 3 pika bazë ku duhet më koncentru. Pika e parë ka pas sërish 3 pika bazë edhe në çato 6 mundohesh pastaj me e majtën vetdijen tënde që ka të bëjë me shfryzimin maksimum të, domethënë të 10-shit të fundit. Shtylla e parë e shfryzimit të 10-shit është ngjallja e ambicieve të larta. Është ngjallja e ambicieve të larta ose mbjellja e ambicieve të larta ose ujitja e ambicieve. Çysh dush të ujit, nuk e di në çën fazë je, ama ja do të mi ngjall, ja do të mi vadit, ja do të mi mjell. Domthon njënën prej trijave do të më pas. Pra si na për shembull kur i përmend me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shembull hadithin e Aishës që shënon Imam Buhariu që ana Nabiu sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashru shadda mizarahu wa ahya laylahu wa iqadha ahla. Kur ka hin dhëçi i fundit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shtrënguar rripin edhe e ka xhallu krejt natën, jo një pjesë të natës me flet, edhe i ka thënë edhe shtëpisë. Çi kjo është kalë më nuk kuptu. Kjo lëmë nuk kuptu që koni për kushtim për një ambicie të madhe, nuk u kanë domethënë e zakonshme. Ose atë që e përmenim Imam Taberani në Mu'jam al-Awsat, edhe pse transmetimi është i dobët, wa tawa firashaha wa i'tazala an-nisa. Thotë Aisha radhiyallahu anha, thotë edhe kam shtjell domethënë shtratin e tij edhe nuk ka flet me gratë veta.
sallallahu alaihi wasallam. Domthon, këtë tu lëmë në kuptu që u ka një ambicie e madhe. Sepse nuk është thjesht domthon një përkushtim. Bile, unë konsideroj që njerëzit që nuk kanë ambicie konkrete, për një diçka o problemu mu përkushtu. Për shembull, nëse dikush fjala bie për shembull menon që me çtu farzë që na ti fal na të kitabenët. Domthon, ideja që ti çu bën diçka pak më shumë në Ramazan është ide domthon shumë fakultative, nuk është ide që mundet me vënë në lëvizje. Ose për shembull transmetime të tjera që kanë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtahidu fil ashr al-awakhir ma la yashtahidu fi ghayrihi. Që shoni Imam Ahmedi edhe Imam Muslimi pe Aishës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bënë një përkushtim tjetër në 10 që nuk i ka pasur në periudhat e tjera derisa ka në për disa ethere, edhe pse ka diskutim në aspektin e rivajetit, kana fi layali al-ashr yaj'alu 'asha'ahu suhura. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në 10 e fundit e ka bë bashk iftarin me syfyr. E ka bë bashk iftarin me syfyr, domethënë iftarin e ka shty domethënë në vaktin domethënë e syfyrit. Këtë që kjo është për me shfryzu maksimum kohën për një ambicie të madhe. Ndaj na e kena një vërejtje në lëzër si prindër, para se me folë në rolet e tjera, shpesh na i flasmi fëmijëve ose nxënësve tonë me shfryzu kohën. Ai nëse e shfryzon kohën ose e ruje kohën ose mos e harxho kohën kot, ai duhet me pas një projekt që mu shkohen për cilën projekt e ka rujt kohën. Domethënë, çaq sa duhet mi folën që ruje kohën, çaq duhet mi folë që gjeje projektin me cilën e mu shkohen. E tash nëse na fjala bie edukomi dikon pi muslimanëve që herë Ramazanin mbylli rrjetet sociale, pakoje shembull telefonin e kështu me radhë. Ai duhet me pas vetë dijen se çka duhet me bëj pastaj. Me çka me mush atë boshllëk, kushtimi shton që e sjell domethënë rujtja e kohës. Ndaj unë konsideroj ndonjëherë që gjatë periudhave të sezonave të ibadetit, e këtë rast domethënë bie edhe domethënë muaji Ramazan në veçantë 10-shi, janë 3 ambicie që do të mi pasën për me mujt mi mojt gjallë për kushtimin. 3 ambicie për me mujt me nejtën kogja nivel. Ambicia e parë është rëndimi i peshojës. Domethënë pse 2 hatme e jo 1, pse 5 hatme e jo 3? Po duhet me ranu peshojën. Duhet me ranu, domethënë duhet me menue që në ditën e gjykimit ku vendosin peshojat, kam të peshu shumë. Edhe imagjino me arçë e hatme edhe me bë dallimin e madh. Me arçë momentit që ki shku një 10 minuta para namazit me bë dhikr edhe me bë ndryshimin e madh. Me arçë ajo që ki fal ki taravijet me bë ndryshimin e madh. Domethënë rendimi i peshojës ambicia e parë. Mund të thonë dikush, pse s'pen nxjerrmi si ambicie fitimin e xhenetit edhe shpëtimin prej zjarrit të xhenemit. Kjo ka logjik, çashtu është. Ama është domethënë synimi final. Na duhet me realizu synime të tjera të ndërmjetme para se marrë të synimi final. Çka është xheneti? Xheneti ose tu ka rënë peshojja. Është qatë. Shka që ki shpëtu për xhenemit. Ki shpëtu për xhenemit se peshojnë e veprave të mire ki pasën ma nivel. Kështu që ambicia e vërtet për me mujt me nejt nivel të angazhimit, e para është domethënë rendimi i peshojës. E dyta është ngritja në shkallë të xhenetit. Domethënë që pezome, elhamdulillah, jena shumë sigur që kena me në xhenet. Veç nuk është njëjtë domethënë me hin 100 shkallë më poshtë dhe me hyp 100 shkallë më lart, nuk është e njëjtë. Kështu që pjesa e ambicit nuk kanë ndoshta që ky Ramazan ma bën ndryshimin edhe një shkallë, ndoshta edhe një 2 shkallë, ndoshta 3 e kështu me radhë, edhe e treta është me afrimin me Allahun subhanahu wa taala. Thot Allah subhanahu wa likullin darajatun mimma amilu. Secili ka drejtë që shka punu. Secili ka drejtë që shka punu. Domethënë na himi me mëshirën e Allahut, po. Na fitojmë xhenet me falin e Allahut, po, e vërtetë është. Amo shkallët nuk janë të njëjta, në shkallët që ki pas punë, në shkallët që ki pas Ramazanët, në shkallët sa natat katërit ki gjallnu, që ashtu janë shkallët e ahiretit. Për kësë thotë Allah, se cili kam i pas shkallët që shka punu, nuk i ka përmend që kom mëshiru, që kom begatu, edhe pse ato shkallë, edhe ai frymzim për ibadet është prej frymzimit të Allah subhanahu wa taala. Keni vëmendjen çdo. Po e bëjnë një thirrje, elhamdullah shumica janë 3. Imagjino nëse Allah subhanahu wa taala keve çdo ju jep ymër rreth 50 vjet. Edhe nëse ti nxjerr projekt jetës, çdo Ramazan 1 ose 2 drejgje me shkutën në xhenet. Çdo Ramazan 1 ose 2 drejgje. Gone që këtë hadith. Shënojmë Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhiu, Shalmani thotë që hadithi është sahih prej Ubad ibn Samit, thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fil jannati 100 daraja. Në xhenet janë 100 drejgje. Janë 100 shkallë. 50 vjet ka 2, i mbërrin domthon shkallën më të lartë. Thot ma bejnë kulli darajatejni kama bejnë as-samai wal ard, mes 2 drejgjeve, mes 2 shkallëve të xhenetit, sigur se mes tokës edhe qiellit. Sigur se mes tokës edhe qiellit. Por me kuptu çka i bë mes 2 drejgjeve. Çka i bë me kuptu mes 2 drejgjeve, kur vend dikush do me të shtin çera projekte, ose vend dikush do me ta harxhu këtë Ramazan me diçka tjetër. Thonë un kam projekt. Unë në këtë Ramazan dua edhe një shkallë më lart me shku, shumë e thjeshtë është kjo punë. A më falë Allahu këtë Ramazan, a së më falë Allahu këtë Ramazan, unë shpresoj që jam xhenet lidhë, nëse jam xhenet, nëse me punë jam sot në shkallën e 15,
Nëse më zet deka, mas Ramazanit më kon 6 majt, më kon 7 majt. Çka është dallimi? E shënon Imam Ahmedi dhe Ibn Majah, Shalbani thotë hadithi është sahih prej Talha ibn Ubaydillah. E përmend që kanë qenë dy burra që e kanë pranuar Islamin kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të njëjtën ditë. Që i bie ajo regjistri ty nuk kanë ngjajshëm sepse kanë nis me të parën njëjtë. Thotë fa kana ahaduhuma ashad ijtihada min al-akhar. Njëri u kon më i përkushtuar se tjetri në ibadet. Thotë fa ghazal al-mujtahidu minhuma fastushhid. Edhe që ky shokon më i përkushtuar se tjetri ka shkuar në luftë rrugt të Allahut dhe ka qenë shahid. Thotë thumma makatha al-akharu ba'dahu sana thumma tufiya. Ky tjetri tha rrnoi edhe një vjet edhe vdekje të natyrshme, jo domethënë në luftë. Domthon ky pari ibadetxhi edhe plus shahid. Ky i dyti veç edhe një Ramazan ose një vit e ka, ky vetëm edhe një vit e ka përcy edhe ka ndruar jetë. Edhe Talha tha e pash në ëndër, sikurse erdha tek dera e xhenetit, edhe tha kur erdha e pishoh tha këta dy. Ose të dy të kishin ndruar jetë edhe pishoh te dera e xhenetit. Thot fa kharaju min al-janna, kharijun min al-jannati fa adhina lilladhi tuwfiya lil-akhir minhuma. Edhe dol dikush dhe i tha këtij ka vdek më vonë, jo ky shakarashet, tha ti kimi i parë në xhenet. E rëndësishme, këtij tjetrit pastaj këtij ka thonë ti alas ka reni se ku domethënë gjallë. Edhe del Talha kanë pe shepi ka thonë, ai shka bëj kë shumë ibadet, edhe shara shahid hinin në xhenet më vonë. Hini i parë në xhenet ky shka jetoi edhe në vitutje. Edhe haberi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha min ay zalika tajibun, ka thonë piçë zaj pyvan çudi. Tha ya Rasulullah hadha kana shadd ar-rajulayn ijtihada thumma istushhid wa dakhala al-akhiru al-jannata qabla. Tha Allahu ky u kon më ibadetxhi edhe plus shahid. Edhe ibadetxhi edhe plus shahid në shtynja eduku. Ky ka më shumë derexhe se sa ai tjetri. Tha ky hini para këtij në xhenet. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Elejse qad makatha hadha ba'dahu sana, tha kjo as ka rnuar një vit pas ti, as ka jetuar një vit. Keni vëmendjen te hadithi i Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumë ka rëndësi se Resulullah sallallahu alaihi wasallam çdo detaj e ka me qëllim edhe me urtësi. I thojmë po i Allah thot. Wa adraka Ramadan, do të kam rrinë Ramazan. Edhe kam rrinë në Ramazan, domthon s'po thotë kam rrinë edhe një 7-8 betejë. S'po përmend Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam detaj të tjera që mumi me barazu me atë parin. Thot wa adraka Ramadan fa sam, e kam rrinë Ramazanin e ka xhiru. Wa salla kadha wa kadha min sajdatin fi sana, edhe kaq sejdë gjatë vitit I ka bajt teksa është fal. I thon gjithsesi dur Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon, "Fa ma bainahuma ab'adu mimma baina as-sama'i wal-ard." Dallimi mes këtyre dy viteve, mes këtij që ka vdekën me shahid, edhe ka qenë më ibadetxhi edhe këtij I cili ka pas mundësi edhe një vit me mri Ramazanin, thotë është sikur se dallimi mes tokës dhe qiellit. Ose sikur se distanca mes tokës dhe qiellit. Në hadithin më përpara që përmendëm, fil jannati 100 daraja. Në xhenet janë, domethënë 100 derexhe. Ma baina kulli darajatayn kama baina as-samai wal-ard, mes dy derexheve është sikur se dallimi mes tokës dhe qiellit. A lëmë në kuptuar kjo se parafërsisht domethënë projekti I suksesshëm në Ramazan është një derexhe ose 2000 kap. Ramazan është projekt I suksesshëm nëse një ose dy derexhe e ki kapën me ngrit pazarin tan xhenetit. Domthon, kush pineve e ka garancën domthon që Ramazani tjetër, jo ky po tjetri është gjallë. E çka nëse domthon që kjo është shanca e fundit ti më e bani çsi distancë, sa mes edhe kësi lloj dallimi, sa mes tokës domthonën, edhe qielli që I bie një Ramazan me përkushtim mund të më kon një shkallë që e kalon domthon edhe shahidin. Imagjino domthon tash ti më bë mu fol për shahid, ose çtu me pas një non ose një prind shahidit, na këtë folëm me respekt para tij. Edhe ndoshta ku më çfarë bëm atë më me pas bë për këtë fenë, s'mujmë me fol para tij. Apo çu ja ditë po lëmë në kuptu që më bë me ditë, më bë pazar me Allah në Ramazan. E ka përcen edhe pazarin e shahidit. E ka përcen edhe pazarin domethënën të shahidit. Kjo arsye duhet me ngrit ambicion, më thon, që ky muaj është pazari jam me bë pazar me Allah subhanahu wa taala me fitu derexhe të xhenetit, e sidomos kjo pjesa e rëndimit të peshojës kisha pas dëshirë në vizuni domethënie. Qaq më shumë vepra që ki. Po e përsëris? Qaq më shumë vepra që ki, qaq më shumë shans falje ki. Se na shpesh këtë muhabetin e faljes, thjesht jena lut me na falë, na ka fal. Nuk ka çashtu. Jena lut me na falë, na ka fal, a më falje Allahut për njerëz që bën shumë ibadet o tjetër. Edhe pse shembull më lartë të kanë Allah subhanahu wa taala. Një njerëz që të ka bërë shumë të mira, shumë të ka bërë të mira, edhe një ditë ka gabu. Një ditë ka gabu. A ja fal shumë alet si njëon picin s'ki pas shumë të mira. O shumë e natyrshme. E shënoi Imam Muslimi pe Safwan ibn Muhriz, thot I ka thonë njëri Abdullah ibn Umerit,
Kejfe sami'ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi an-najwa. Do të shikni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për hadithin kur Allahu fol me robin pa një kërkush këtë muhabet. Bisedë që është veç mes robit edhe Allahu subhanahu wa taala. Tha e kumni tu thon kështu. Yudna al-mu'minu min rabbih yawm al-qiyamati hatta yada alayhi kanafahu fayuqarriruhu bi dhunubihi fayaqul hal ta'rif. Thotë Abdullah Omeri, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Allahu në ditën e gjykimit e afron robin. E afron çat shumë afër vetës, kur kush nuk e nin këtë bisedë. Mes ti edhe Allahu subhanahu wa taala. Edhe Allahu subhanahu wa taala ja ban që krej gjunat çka i ka bë robi mi pranu para Allahut. Kej gjunat që i ka bë, mi pranu para Allahut që i ka bë. Edhe hel tarif, thonë ajde. Fekul ej rabbi arif. A e ditë që filan ditën, filan natën, filan rastin, filan venin, me filan njerës, që të gjunoj ki ba. Thot po, zot i di. Thot fe inni qatë satartu halejke fi dunja. Thot kër e konë dynja, unë ty kom blu. Kër e konë dynja, unë ty kom blu. Wa inni aghfiruha leke ljom. Edhe unë sot ty kom e ti falë krejt. Kini vëmendën të shka ditë. Fe ju ta sahifete hasanati. Pastaj i sillet regjistri i veprave të mira. Pse po përfundon hadithi me regjistrin e veprave të mira? Keni vëmendje, se shumë e rëndësishme e kuptuar këtë hadith. Në zakonisht kur e citoj këtë hadith, far madhështie, domthon bujaria e Allahut, mbulimi i Allahut subhanahu wa taala. Përfundon hadithi me të falur, me moment që ja fal Allahu subhanahu wa taala, thotë silleni tash domthon regjistrin e veprave. Si ku lihet më nën kuptu. Ky që ka pas me bollëk regjistrin, ky e ka merituar çka trajtesë. Ky qatë shumë ka pas se vapen në regjistrin e veprave të mira, ky e ka trajtu, e ka meritu m'jam lu. Në më thonë, arsyeja pse Allahut m'lon, se ti me stedhe Allahut s'ka afërsi. Me stedhe Allahut s'ka lidhje, farefisnie. Ti e roba e është Zot, pse ai duhet me trajtu çka ç'bot? Pse ai duhet me trajtu çka me kaq shumë falje? Pse ai duhet me trajtu me çka ç'bolim? Thot feju ta sahifatu hasanati. I jipet regjistri i sevapave, sikur i thuhet që këtë qështu trajtum se ti e konë me ibadet. Ti e konë me përkushtim dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Kështu që në vëllezër, të që kjo pikë është e rëndësishme, mos me harru, dhe më thonë në rëndimi peshojës, ngritja në shkalla, edhe afrimi me Allahun. Mu konë qka që ngat me Allahun të barek wa ta'ala në ditën e gjykimit, është dhe më thonën fat i madh. Shtylla e dytë e shfrytëzimit të 10-shit është ujitja e vetdijes së durimit. Nuk mjafton me pas ambicie e knena je dhe më thonë njeri që dorëzohesh. S'kish ka hy pazarin ambicjeve, kurse pazarin e ki me minuta. Ka ambicje, pazarin nuk është me minuta, është me orë. Ka ambicje, nuk është me orë, është me ditë. Ka ambicje, është mos me këshirë orën heq. E ne kena shpesh, kur dojmë me livdu t'i kanë për çështje e dynjas, e dimi, optan, të thojnë, ky shkon pi herët, kthehet në shtëpi, del me tërë, kthehet me tërë. E ka kuptu se që për me realizu ambicjen e vetë, ç'du të me punu. Po edhe nëse ti e keni ambicje të shkallëve të xhenetit, me di se që kjo ç'shtu arrihet. Kjo nuk arrihet tu ban men e rrin vend. Mon du të më mësu me bo sabër. Du të me nejtë, që për shkujtjo që abejtullat, du të me nejtë e mu lodhe me bohat me atë e këtë e kështu. Bëje. Po nuk është letë. Po pse kush ka thonë se është letë me fitu xhenit? Kush ka thonë se gjonat e mëdha mrien letë? Ku shkruan ky ligj që gjonat e mira do të moja mrien letë? Pse në këtë punë të dynjas dhe gjithë shkat jetës ne kena të qarë që sa ma e vlefsh me qarë një diçka, është ma vështirë e mrime. Beli Ibn Xhauzia përmend thotë kjo rregull ligji i jetës, si ti hype vlera në diçkaje, me mrindën që aty është e shtrenjtë. Me mrindën që aty është më e rrallë, me mrindën që aty është më e vështirë. Kurse Allah subhanahu wa taala kur e përshkruan madhninë e vet thotë kështu: Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samia? Thotë Allah është Zoti i qiellit dhe i tokës, edhe çka ka mes qiellit dhe tokës. Adhuroj thot Allahun, edhe ban sabër, përqendrohu rreth se kjo nuk ka lehtë. Edhe ç'përfundon ajeti. Hal ta'lamu lahu samia? A di dikush që si Allahu? A di dikush që ka emrat e Allahut? A e njeh një emnak të Allahut? Ku është lidhja? Ku është lidhja vëllezër? Adhuroj Allahun dhe ban sabër shumë për Allahun, a di ti dikush sikur Allahu? A di çka është lidhja? Qysh nuk di dikë sikur Allahu, edhe durimi jot nuk guxon më kon për dikën tjetër që është durimi jot për Allahun. Domthon për shumë shkak i duru, për shumë shkak i këmbgul. Shumë projekte që nejt 10 vjet, ka qenë ëndër e babës, ka qenë ëndër e nanës, se kom pas ëndër për fëmijë, me mrit që këtë shkollë, me mrit që këtë punë, me mrit që këtë status, me mrit që këtë autoritet. Për shumë shkak i mrit çat shumë, edhe ki bash sabër çat shumë.
Ama madhnia e Allahut subhanahu wa taala dhe dënjesia e tij që kur gjë në raport me të tjerë nuk gëzon më kon sikur se përkushtimi edhe durimi atë për Allahun subhanahu wa taala. Do të thonë, a mund është për shembull një jetë me menu sa do të thonë ki bë sabër për Allahun, ose sa e lodh për Allahun, ose sa ki sakrifiku për Allahun, ose sa ki pas munime për Allahun subhanahu wa taala. Jo, këtë letë kena të ndërsh. Kryesisht domthonë kena pazarin fetaris me të lehtën. E ki me të lehtën, mos e lë pazarin atyne që kanë bë me ran. E ki me të lehtën, e ki let këtu mund të pas ran atje. E ki këtu ran, këtu me sabër, këtu me përkushtim, ki me pas let në ditën e gjykimit kur dalsh para Allahut subhanahu wa taala. Edhe shtylla e tretë dhe e fundit, çish mundesh me shfrytzu ose shtylla e shfrytëzimit të mirëfillt të 10-shit, sforcimi i gatishmërisë për shancat kompenzuese. Sforcimi i gatishmërisë për shancat kompenzuese. Do të thonë, nëse analizon në përgjithësi konceptin e Ramazanit, vije të re që si botkuptime të përgjithshme të Ramazanit është botkuptimi i kompenzimit. Çka i bë kjo? Për shembull, ti merr dhe i lexon ato transmetimet se si popujt e mëparshëm kanë jetuar me 10 mijëra vite, apo kanë jetuar me 100 vite dhe me mijëra vite. Edhe neve kjo na ka ikë, çmumi na mimrrin ata njerëz me ibadet. Mirë pa Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet natës së Kadrit na ka mundsuar çka? Me një natë me mrit 83 vjet për shembull. Ose në hadithin tjetër për shembull që e shohim në Buhariu për Abdullah ibn Abbasit, kur kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej haxhit, edhe e pyet Sinanin el-Ansarije, i thot pse s'erdhe me neve në haxh? Edhe i thot ja Rasulullah, shkaku i burrit se kanë qenë vetëm 2 kafsh që i kanë pas, njërin e kanë pas për transport, njërin e kanë pas për bujqësi. E thot ai shfryzoi ardh në haxh e unë nuk mund ta marr. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, shkon në Ramazan pa umrë, thot fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Thot se një umrë në Ramazan është e barabartë me haxhin me mua. Është e barabartë me haxhin me mua. Tash keni vëmendjen. Ramazani është muaji i agjërimit, nuk është muaji i haxhit. Haxhi ka mujt e vet. Ose ritualet që kanë bëjë me shkuarje në Mekë e kanë kohën e vet. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e veçon umrën e Ramazanit? Se botkuptimi i përgjithshëm i Ramazanit është kompenzimi, shat ka ik dikun kompenzoj atë. Do të thonë, të ka ik mos më konte populli Nuhit e më rruni mi vjet, bile shvizoi 10 në fundit. Bile ka për Ramazanin edhe mbrije shat ka ik. Të ka ik do të thonë haxhi bile mos hike. Umra e Ramazanit është mos se botkuptimi edhe ngjyrimi i përgjithshëm do të thonë i këtij muaji është do të thonë botkuptimi i kompenzimit e këtë do të thonë. Në këtë do të thënë na duhet me jetu gjatë Ramazanit. E dimi që kena pas vitin. Hajde kompenzojmë vitin me Ramazan. A është qartë? Sforcoje gatishmërinë për kompenzim, shans për me kompenzu. Mos ban filmat që me dëme këtë vitin e ki pas mirë. Thjesht viti ka qenë domethënë tmerrsisht i keq. Viti ka qenë i dobët. Viti nuk u kon, ashtu se përmendën Xhabetullah, domthon selefi Ramazanin dhe jashtë Ramazanit çaty parë kanë pas. Mirë, po na nuk e kena çat realitet. Që i bie na duhet me sforcuat çka domethënie. Domethënien që në Ramazan na e kompenzojmë vitin. E kompenzojmë vitin që na ka përcyer me gaflet, vitin që na ka përcyer domthon me punë të dynjos, më shumë saudash, me lakmi, edhe me shlumje të mëdha në përçefe, edhe madje edhe domethën me shkelje të mëdha fetare. A e kena këtë domethënie aty ku tjetër? E shohim me Muhamedi, Sheikh thotë hadithi ose sahih për Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë tuftahu fihi abwabul janna, kur e përshkruan thotë hapën dyert e xhenetit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, edhe mbyllen dyert e xhenemit. Wa tughallu fihi ash-shayatin, edhe prangosen djaj. Çdo detaj ndër vëllezër. Për çka janë? Për çka hapën dyert e xhenetit? Tan vitin ti si të jesh për xhenet e fiton xhenetin. Tan vitin nëse jep në shpëtu pizjanëve të xhenemit, shpëton inshallah me lenin Allah subhanahu wa taala. Pse duhet mu veçu që në Ramazan hapën dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhenemit, edhe domethënë prangosen djaj, sikurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, "Keq shke viti ju, bile shfryzoj tash këtu. Çtu i ki dyert maçel." Kompenzoj çat çfarë periudhën që të ka ik, bile tash domethënë mundo me kompenzu domethënë shansën që të ka ik, e sidomos domethënë me e pa e 10-shin edhe si kompenzim i 20-shit. Po se po Ramazanin me pas si kompenzim i vitit, po edhe 10-shin me pas si kompenzim i 20-shit, e kush është i sinqert e vren kët. Domethënë 20-shi deri sa domethënë tu dal në ren, vetë se e shet që shumica ka shku jo që dashtën. Jo që dash domethënë me u shfrytzu. Kështu që shënim Ibn Majah Sheikh Albani thotë hadithi ose Ibn Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kur vjen Ramazani thotë wanada munadin ya baghi al-khair aqbil. Kur vjen Ramazani një thirrës thotë o ti shej të dash hajër, graj edhe puno. Bani ibadet o ya baghi ash-sharr aqsir.
O ti që i koni gjunave, nalo që tash. Do thonë sukfillët të në vitin, bile nalo tash. Keni vëmendje se çka pjesa e fundit e hadithit. Thot walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika fi kulli layla. Allahu çdo natë liron do njerëz për zjarrin e xhenemit. Jan kom për xhenem, Allahu i fal edhe i amniston edhe nuk i ban për xhenem dhe kjo ndodh në çdo natë. Keni çdo një konsiderat që nëse harroni këtë dersi të mos harroni. Imagjino mu kon ti dënu me vdekje. Imagjino mu konën i dënu me burg të përjatshëm. Edhe ka dalë një falje e një mbretit, i cili thot, po du mi fal këtë tash janë konë me dënime të përjatshme ose me dënime me vdekje. Edhe ven ditën e parë thirrën 100 emra, nuk thirret emri yt. Ven dita e dytë thirrën 100 emra, prap nuk thirret emri yt. Ven dita e tretë thirrën 100 emra, 1000 emra, prap nuk thirret emri yt. A thuaj s'po thirru kthej vonë. A kimë nej deri në fundit mos më thirret emri. A kimë nej deri në dakikën e fundit deri sa, domethënë s'ka thirrë zani sabajit. Deri sa momenti i fundit është që nesër mo Bajram u kry. Kishe me nejt. Kishe me nejt nëse i shkon për burgjet e kësaj dynjaje, që nuk janë me xhehenem, nuk janë me zjarr. Sepse kishe prit mos po vën një shans për me fitu çat falje dhe çat amnistitë, domethënë çat çka, domethënë e ki synu, e kjo ndërlëzër e kishmi prit deri në moment fundit. Edhe pse bëhet fjalë për mbretën e dynjës, cilë ndoshta edhe janë tradhtojnë llaf, ndoshta edhe i kanë zgjedhë emrat kush ka me dal. Ndoshta kanë interes, kanë me nxjerrë, kanë jo me nxjerrë. Imagjino domethënë me tallon Allahu mundsinë çdo natë me liru domethënë prej zjarmit të xhenemit. Përfundon vëllezër, shkaku i ibadetit të madh që ndodh në 10 e fundit në tokë. Allahu ka shumë adhurues. Na rrimi nga flet, Allahu ka shumë adhurues. Na i grami çajit e muhabetit e shumë çka, Allahu ka shumë adhurues. Shkaku i ibadetit të madh që është në 10 e fundit, edhe i rahmetit të madh që zbret Allahu në tokë, ndodhi diçka çuditshme. E shënon Ibn Khuzaime, Shalbani thotë hadithi është hasan për Abu Hurairës, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për natën e Kadrit, wa innal malaikata tilka al-layla aktharu fil ardi min adad al-hisa. Thotë në atë natë të natës së Kadrit, numri i melaçeve në tokë është më i madh se numri i guralecave. Sa ka guralec në tokë? Ko shumë, apo është numër i pakapshëm. Thot, ka engjëj në tokë ma shumë se sa numri i guralecave. Pse vinë engjëj në tokë? A dini se për engjëj të tokë ka vend i munemt. E keni ato hadithet kur shkon shpirti besimtar, thot mos e munoni se ki ka ardhur për vendit munemt. Për engjëj të tokë ka vend i munemt. Çka vinë këto atë natë? Vinë që toka bëhet ndryshe shkaku i ibadetit të rahmetit madh të Allahut. Më vetë që bëhet shumë ibadet, edhe zbret një rahmet i madh, Allahu subhanahu wa taala çashtu bën toka. Allahu alem kjo gaj për neve, që domethënë zbresin domethënë edhe engjëjt. Imagjino engjëjt zbresin mbi qiejve, a na do shtojnë në xhom, na jena në muhabet, na jena në telefon, na jena aty edhe këtu, edhe jena shumë të relaksuar. Na jena shumë të relaksuar shkakti i këtij xehli ton që domethënë e kena, e sidomos kur toka nuk ndron ndryshe, çysh ndron prej ndikimit të ibadetit edhe të rahmetit të Allahut, po jo vetëm kaq. Çfarë do lloj ndryshimi që mundesh me emenu, ai ndryshim është veç me ibadet dhe me rahmetin e Allahut, nuk bën ndryshe. Do thonë, këtë vërtet shumë dyrt hajrit janë. Këtë vërtet shumë çka mund të bën Ramazan. Ama do thonë krye tema, krye vepra, qendra e Ramazanit është ibadeti. Po sa edhe që aty do thonë s'kena bë kurrë. A ka domethënë një keq që thomi? E shënon Imam Buhariu për Umm Salama radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istayqadha laylatan faqala. Thania pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ninat, po thotë Umm Salama gruaja e tij, tha u zgju sikur i trazuam edhe sikur i mërzitur, edhe sikur i trishtuam. U zgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe tha subhanallah. I lartë edhe i shenjt edhe i patmet është Allah. Madha unzila lejla min el fitne. A disa fitnja ka rasonte. A disa sprova ka rasonte. O ma unzila min el khazajn. A madha disa të mira kanë rasonte. A disa thesaret khajrit kanë rasonte. Kanë zbrit. Kanë zbrit edhe fitnet. Kanë zbrit edhe të mirat. Qa me po tashna? Veç mu lut? Veç me pranun qështu? Men yuqidhu s-sawahibi l-hujurat. Kush po i qën gratë mu që me boj badet? Se Rasulullah veç u koni badet. Pastaj thot, ja rubbe kasiatin fi dunja, ariatin fi l'akhira. A disa njerin këtë dunja është i vesht, e në akhirat është më thonën, i leckosur edhe i zhveshën i pavler. Për Ameri sallallahu alaihi wasallam në përshë të hadithin e ebë një regull. A do thesare, i badet. A do me pëshu për fitneve?
ibadet. Domthon kjo rregulli, ama di cili rregull? Rregull edhe në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. S'ka mujt për shembull dunjar pigrave të Rasullullah sallallahu alajhi wasallam thon përderisa Allahu më ka begatu, më kon gruaja e pejgamberit, nuk jam e predispozum për zgjarin. Ai kish dhon Allahu gra në pejgamberit ato gra me mos qenë besimtare. A ka logjik çështu me menu? A më që tu gra të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në shtëpinë e Rasullullah sallallahu alajhi wasallam, për të cilat ato lut burri i tyne, apo? U dash mu çu mu falën, u dash mu çu me boj ibadet, sepse kjo është rregull. Ka zbrit sot në fitness, si dush me pështu, dush me boj ibadet. Ka zbrit në hajër, si dush me mrri, dosh domethënë me boj ibadet. Konsideroj se këto janë 3 shtylla të rëndësishme që me to mumi me majtë në gjallë. E pastaj përkujtimi është nëpërmjet shembujve. Qysh ka boj ibadet selefi, përkujtimi është nëpërmjet këshillave të njëri tjetrit, se si e kena ndjes, se si e kena përjetuar, se si e kena ndje, e kena reflektuar një ajet kështu me radhë. Këto janë kryesisht domethënë përkujtime, do të më kthyen në vazhdimsi te çka ndërtimi i parë, që do të më pas ambicie, më pas sabër, edhe do të më kompenzu. Ambicie, çka do të më fitu me këtë 10 me këtë Ramazan, edhe me pas sabër me mujt me realizuar çat ambicie, edhe domethënë me konsideru si shans të kompenzimit që po ta mëson Allahu subhanahu wa taala. Elos Allahu azza wa jalla më mësua shumë Ramazane me takvalluk edhe me falje mëkatesh edhe shumë drejtë të xhenetit edhe përfundim të mirë. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.